Marrëveshja Shqipëri-Itali për pensionet, 12 milion euro në vitin e parë deri në 400 euro në muajt për përfituesit. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për njohjen e periudhave kontributive do të ketë një kosto prej 12 milion eurosh për buxhetin italian në vitin e parë të zbatimit. Ky informacion është përfshirë në dokumentin e dorëzuar në Senatin italian, i cili mori miratimin në 5 mars dhe u nënshkrua nga presidenti i Italisë Sergio Mattarella një javë më pas. Sipas parashikimeve, ligji pritet të fillojë të ketë efekte që në muajin qershor, pas publikimit në fletoren zyrtare, ndërkohë që në disa qytetarë shqiptar kanë nisur të dorëzojnë aplikimet deri në vitin 2020. 433.789 shtetas shqiptar kishin paguar sigurimet shoqërore në Itali. Në regjistrin e kontributeve, 30.614 individ që janë aktualisht në moshën 60-69 vjeç mund të përfitojnë pension të parakohshëm ose pension pleqërie nëse kanë plotësuar kërkesat për periudhën e kontributeve në Shqipëri dhe Itali. Për vitin 2025, pritet që numri përfituesve të arrijë 6.114 individ duke përfshirë 1.387 persona të rinj që do të shtohen në skem, duke rritur buxhetin me 12 milion euro. Ky numër do të sjellë një rritje të shpenzimeve që nga 39.6 milion euro në 51.6 milion euro, ndërsa skema e pensioneve do të përfshijë edhe ata që janë trajtuar me ligjin Bossi-Fini në vitin 2002, që u jep mundësinë emigrantëve shqiptar të përfitojnë pension me kushtin e rikthimit në Shqipëri. Kjo marrëveshje ndihmon që emigrantët shqiptar të përfitojnë pension në të dyja vendet, duke mundësuar një trajtim të përbashkët të periudhave kontributive. Për shembull, një qytetar shqiptar që ka punësuar 14 vite në Itali dhe 13 vite në Shqipëri, do të marrë pensionin përkatësisht në Itali dhe Shqipëri. Përveç pensioneve, migrantët mund të përfitojnë edhe nga skema të tjera si pensionet e invaliditetit, pensionet familjare, pagesa të papunësisë dhe ndihma për sëmundje dhe barlindje. Një pjesë e individëve që janë 67 vjeç dhe që nuk kanë përfituar pension deri tani mund të përfitojnë deri në 400 euro në muaj si të ardhura.